Data 25 korrik. Gjyqtarët, kapitulli 8. Burrat e Efraimit I thanë Gideonit: Pse je sjell në këtë mënyrë me ne, duke mos na thirrur kur shkove të luftosh kundër Midianit, dhe patë një grindje të ashpër me të? Ai u përgjigj atyre: Por çfarë kam bërë unë kundër jush? Shëmtimi I Efraimit nuk vlen vallë më tepër se sjellja e Biezerit? Perëndia ju dha në dorë princat e Midianit, Orebin dhe Zeebin. Çfarë mund të bëja për ju? Kur tha këto fjalë, zemërimi I tyre kundër ju fashit. Gedeoni arriti pastaj në Jordan dhe e kaloi atë me 300 burra që ishin me të, megjithse të lodhur, ata vazhdonin ta ndiqnin armikun. Atyre të Sukothit u tha: Ju lutem, u jepni bukë njerëzve që më vinë pas, sepse janë të lodhur dhe unë jam duke ndjekur Zebahun dhe Calmunain, mbretër të Midianit. Por krerët e Sukothit u përgjigjen: Mos vallë Zebahu dhe Calmunai janë në dorën tënde që ne duhet t'i japim bukë ushtrisë sate? Atëherë Gedeoni tha: Për këtë, kur Zoti të më jap në dorë Zebahun dhe Calmunain, do të coptoj trupin tuaj me gjëmbat dhe me ferrat e shkretëtirës. Shandej shkoi në Penuel dhe u foli në të njëjtën mënyrë banorëve të tij. Burrat e Penuelit ju përgjigjen në të njëjtën mënyrë si ata të Sukothit. Kështu ai u foli edhe burrave të Penuelit duke thënë: Kur të kthehem në paqe, do të rrëzoj këtë kala. Zebahu dhe Calmunai ndodheshin në Karkor me gjithë ushtrinë e tyre për I rreth 15.000 burrash, ajo që mbetej nga tërë ushtria e bijve të lindjes, sepse 120.000 njerëz që mbanin shpatë I kishin vrarë. Gedeoni shkoi nëpër rrugët e atyre që banonin në çadra, në lindjet e Nobahut dhe të Jogbehahut, dhe mundi ushtrinë që e pandete veten në siguri. Dhe Zebahu dhe Calmunai ikën me vrap. Por ai ndoqi dhe I zuri të 2 mbretërit e Midianit, Zebahun dhe Calmunain, dhe I shpartalloi tërë ushtrinë. Pastaj Gedeoni, biri Joashit, u kthye në fushën e betejës në për të përpjetën e Heresit. Kapi një të ri nga njerëzit e Sukothit dhe e mori në pyetje dhe ky I dha me shkrim emrat e krerëve dhe të pleqve të Sukothit, gjithsej 77 burra. Pastaj shkoi te njerëzit e Sukothit dhe tha: Ja, Zedahu dhe Calmunai, për të cilët jeni tallur me mua duke thënë: Mos vallë Zebahu dhe Calmunai janë në dorën tënde, që ne duhet t'u japim bukë njerëzve të tu të lodhur. Mori pastaj pleqt e qytetit dhe me gjembat dhe ferrat e shkretëtirës u dha një mësim burrave të Sukothit. Rrëzoi gjithashtu kalan e Penuelit dhe vrau njerëzit e qytetit. Pastaj u tha Zebahut dhe Calmunait: Si ishin njerëzit që keni vrarë në Tabor? Ata u përgjigjen: Ishin si ti, secili prej tyre kishte pamjen e birit të një mbreti. Ai vazhdoi: Ishin vëllezërit e mi, bijtë e nënës time, ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron, po të mos I kishit vrarë, unë nuk do t'ju vrisja. Pastaj I tha Jetherit, birit të tij të parë: Çohu dhe vriti. Por I riu nuk e nxori shpatën sepse kishte frikë, ishte ende I ri. Atëherë Zebahu dhe Calmunai thanë: Çohu ti vetë dhe na godit, sepse si të jetë burri, ashtu është edhe forca e tij. Kështu Gedeoni u ngrit dhe vrau Zebahun dhe Calmunain dhe shtiu në dorë gjysmë hënat që devet e tyre mbanin në qafë. Atëherë burrat e Izraelit I thanë Gedeonit: Mbretëro mbi ne, ti, biri yt dhe biri I birit tënd, sepse na ke çliruar nga sodimi I Midianit. Por Gedeoni u përgjigj: Unë nuk do të mbretëroj mbi ju, as edhe biri im. Pastaj Gedeoni u tha: Por dua t'ju kërkoj diçka, secili prej jush të më jap vathet e plaçkës së tij. Ata kishin vath prej ari sepse ishin ismaelit. Ata u përgjigjen: Ne I japim me gjithë qef. Kështu ata shtrin një mantel dhe secili hodhi vathet e plaçkës së tij. Pesha e vathve prej ari që ai kishte kërkuar ishte 1700 sikle ari, përveç gjysmëhënzave, varseve dhe rrobave të purpurta që vishnin mbretërit e Midianit, përveç shaforeve dhe që devet e tyre mbanin në qafë. Pastaj Gedeoni me to bëri një efod dhe e vendosi në Ofrah, në qytetin e tij. Tërë Izraeli shkoi atje dhe u kurvërua me të dhe kështu u shndërrua në një lak për Gedeonin dhe shtëpinë e tij. Kështu Midiani u poshtrua përpara bijve të Izraelit dhe nuk ngriti më kokë, dhe vendi pati paqe 40 vjet me radhë gjatë gjithë jetës së Gedeonit. Pastaj Jerubaali, biri Joashit, u kthye të banojë në shtëpinë e tij. Gedeoni pati 70 fëmijë që dolin nga hijet e tij, sepse pati shumë gra. Por konkubina e tij që banonte në Sikem, I lindi edhe ajo një djalë, të cilit I vuri emrin Abimelek. Pastaj Gedeoni, biri Joashit, vdiq në pleqëri të mbar dhe u varros në varrin e Joashit, atit të tij, në Ofrah të Abiezeritëve. Pas vdekjes së Gedeonit, bijtë e Izraelit filluan përsëri të kurvërohen përpara Balit dhe zgjodhen Bal Berithin si zot të tyre. Bijtë e Izraelit nuk u kujtuan fare për Zotin Perëndin e tyre, që I kishte çliruar nga të gjithë armiqt që I rrethonin, dhe nuk u treguan fare mirënjohës ndaj shtëpisë së Jerubaalit,
do me thënë të Gideonit, për gjithë ato të mira që i kishte bërë Izraelit. Veprat e apostujve, kapitulli 12. Dhe në atë kohë mbreti Herod vuri duart që të keq trajtoi disa nga kishat. Dhe e vrau me shpatë Jakobin, vëllaun e Gjonit. Dhe duke parë se kjo u pëlqente judejve, vazhdoi të arrestoi edhe Pietrin. Ishin ditët e të ndormëve. Mbasi e arrestoi, e vuri në burg dhe u abesoi ruajtjen e tij 4 skuadrave, me nga 4 ushtarë secila, duke dashur ta nxjerrë para popullit mbas Pashkës. Por ndërsa Pietri u ruajt në burg, nga ana e kishës bënin lutje të vazhdueshme te Perëndia për të. Por kur Herodi desh ta nxjerrte përpara popullit, Pietri atë natë po flinte në mes 2 ushtarëve i lidhur me 2 zinxhir dhe rojat para derës ruanin burgun. Dhe ja, erdhi angjëlli i Zotit dhe një dritë ndriti në qeli. Dhe ai ra Pietrit në brinjë, e zgjoi duke thënë: "Ngrihu shpejt." Dhe zinxhirët i ranë nga duart. Edhe angjëlli i tha: "Ngjishu dhe lidhi sandalet." Dhe ai ashtu bëri. Pastaj i tha: "Mbështillu me mantel dhe ndiqmë." Dhe Pietri mbasi doli e ndiqte pa e ditur se ajo që po i ndodhte me anë të angjëllit ishte e vërtetë, sepse ai pandehte se shihte një vegim. Dhe si kaluan vendrojën e parë dhe të dytë, arritën te dera e hekurt që të çonte në qytet, dhe ajo u hap përpara tyre vetvetiu, dhe dolën përshkrua një rrugicë, dhe papritmas angjëlli u largua prej tij. Dhe Pietri si erdhi në vete tha: "Tani në të vërtetë e di se Zoti dërgoi angjëllin e tij dhe më liroi nga duart e Herodit, nga të gjitha që priste populli judejve." Dhe si u kthjellua, erdhi te shtëpia e Maris, nënës së Gjonit, të mbiquajtur Mark, ku shumë ishin mbledhur dhe po luteshin. Dhe kur Pietri i ra derës së hyrjes, një shërbëtore që quhej Herode erdhi për të dëgjuar. Dhe kur njohu zërin e Pietrit nga gëzimi, nuk e hapi derën, por rendi brenda dhe njoftoi se Pietri ndodhej para derës. Por ata i thanë: "Ti je çmendur." Po ajo ngulte këmbë se ashtu ishte, dhe ata thoshin: "Është angjëlli i tij." Por Pietri vazhdonte të trokiste, dhe si e hapën, e pan dhe u mahnitën. Por ai u bëri shenjë me dorë të heshtnin dhe u tregoi se si Zoti e nxori nga burgu, dhe tha: "Ua tregoni këto Jakobit dhe vëllezërve." Pastaj doli dhe shkoi në një vend tjetër. Kur zbardhi dita, u bë një trazir jo e vogël në mes të ushtarëve, se vallë çu bë Pietri. Dhe Herodi kur e kërkoi dhe nuk e gjeti dhe i mori në pyetje rojet, urdhëroi të çohen për t'u vrarë. Dhe si zbriti nga Judeja në Cezare, qëndroi atje. Por Herodi ishte shumë i zemëruar me Tirasit dhe me Sidonasit. Por ata, në një mendje të vetme, erdhen tek ai dhe mbasi ia mbushën mendjen Blastit, kamarierit të mbretit, kërkuan paqe, sepse vendi i tyre u shehej nga vendi i mbretit. Ditën e caktuar, Herodi i veshur me mantelin mbretëror dhe i ulur mbi fron, u mbajti një fjalim. Dhe populli bërhoriste duke thënë: "Zë Perëndie dhe jo njeriu." Dhe menjëherë, angjëlli i Zotit e goditi, sepse nuk i kishte dhënë lavdi Perëndis, dhe i brejtur nga krimbat dha shpirt. Por fjala e Perëndisë rritej dhe shumohej. Dhe Barnaba dhe Sauli, si e përmbushën shërbesin e tyre, u kthyen nga Jeruzalemi në Antioki, duke e marrë me vete Gjonin të mbiquajtur Mark. Jeremia, kapitulli 21. Fjala që u drejtua Jeremias nga Zoti, kur mbreti Sedekia i dërgoi Pashhurin, birin e Malkiahut dhe Safonien, birin e Masejahut, priftit, për t'i thënë: "Konsulto pra për ne Zotin, sepse Nebukadnesari, mbreti i Babilonisë, bën luftë kundër nesh. Ndofta Zoti do të veprojë me ne sipas të gjitha mrekullive të tij dhe ai do të tërhiqet nga ne." Atëherë Jeremia u tha atyre: "Do t'i thoni kështu Sedekias: Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: Ja, unë do të bëj që të tërhiqen armët e luftës që janë në duart tuaja, me të cilat po luftoni kundër mbretit të Babilonisë, kundër kaldeasve që u rrethojnë jashtë mureve dhe do t'i grumbulloj në mes të këtij qyteti. Unë vetë do të luftoj kundër jush me dorën e shtrirë dhe me krah fuqishëm, me zemrim, me tërbim dhe me mëri të madhe. Do t'i shëlloj banorët e këtij qyteti si njerëzit ashtu dhe kafshët. Ata do të vdesin nga një murtaje e madhe. Mbas kësaj, thot Zoti, do ta jap Sedekian, mbretin e Judës dhe shërbëtorët e tij. Popullin dhe ata që në këtë qytet do të kenë shpëtuar nga murtaja, nga shpata, nga uria, në dorë të Nebukadnecarit, mbretit të Babilonisë, në dorë të armiqve të tyre dhe në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre. Ai do t'i vrasë me shpatë, nuk ka për t'i falur, as nuk do t'i vi keq dhe as nuk do të ketë mëshirë për ta. Dhe këtij populli do t'i thuash: Kështu thot Zoti: Ja, unë vë përpara jush rrugën e jetës dhe rrugën e vdekjes.
Ai që mbetet në këtë qytet ka për të vdekur nga shpata, nga uria dhe nga murtaja. Por ai që ka për të dalë dhe do të dorëzohet kaldeasve që ju rrethojnë, ka për të jetuar dhe do të ketë si pre i jetën e tij. Sepse unë kam kthyer fytyrën time kundër këtij qyteti për fat të keq dhe jo për të mirë, thot Zoti. Ai do të jepet në dorë mbretit të Babilonisë dhe do ta djeg me zjarr. Në shtëpinë e mbretërve të Judës do të thuash: Dëgjoni fjalën e Zotit. O të shtëpia e Davidit, kështu thot Zoti: Ushtroni drejtësinë që në mëngjes dhe çlirojeni ato që e kanë vjedhur nga dora e shtypsit, me qëllim që zemërimi im të mos shpërthejë si zjarr dhe të djeg pa shenjë njeri në gjendje ta shuaj për shkak të ligjësisë së veprimeve tuaja. Ja ku jam kundër teje o banuese e luginës, shkëmbi fushës, thot Zoti. Ju që thoni kush do të zbres kundër nesh, kush ka për të hyrë në banesat tona, unë do t'ju dënoj sipas frytit të veprimeve tuaja, thot Zoti, dhe do t'i vë zjarr pyllit të tij që do të glaborojë të gjitha gjërat që ka përreth. Marku, kapitulli 7. Atëherë, rreth tij u mblodhen farisejt dhe disa skrib që kishin ardhur nga Jeruzalemi. Dhe kur panë se disa nga dishepujt e tij po hanin bukë me duar të papastra, domethënë të palara, i paditën. Në fakt farisejt dhe të gjithë judejt nuk han pa i larë duar deri në bryl, duke ju përmbajtur traditës së pleqjve. Dhe kur kthehen nga tregu, nuk han pa u pastruar më parë. Ka shumë gjëra të tjera që ata duhet të respektojnë për shkak të traditës. Larjen e kupave, të brokave, të enëve prej bakri dhe të shtretërve. Pastaj farisejt dhe skribët e pyetën: Përse dishepujt e tu nuk sillen sipas traditës së pleqjve, por han bukë me duar të palara? Por ai duke u përgjigjur u tha atyre: Mirë profetizoi Isaia për ju, hipokrit, siç është shkruar: Ky popull me buzë më nderon, por me zemër të tyre rri larg meje. Por më kot më nderojnë duke mësuar doktrina të cilat janë urdhërime njerëzish. Duke lënë pas dore pra urdhërimin e Perëndis, ju i përmbaheni traditës së njerëzve, larje brokash dhe kupash, dhe bëni shumë gjëra të tjera të ngjashme. Dhe u tha atyre: Sa mirë hidhni poshtë urdhërimin e Perëndis për të zbatuar traditën tuaj. E në fakt Mojsiu tha: ndero atin tënd dhe nënën tënde, dhe ai që mallkon atin ose nënën të dënohet me vdekje. Por ju thoni: në qoftë se dikush i thot atit të vet ose nënës së vet, gjithçka që mund të bëj për ty është kurban, domethënë një ofertë Perëndis, dhe kështu nuk e lejoni atë të bëjë asgjë për atin e vet ose për nënën e vet, duke hedhur poshtë kështu fjalën e Perëndis me traditën tuaj që ju e keni trashëguar. Dhe ju bëni shumë gjëra të tjera të ngjashme. Pastaj thirrri gjithë turmën rreth vetes dhe i tha: Më dëgjoni të gjithë dhe kuptoni. Nuk ka asgjë jashtë njeriut që duke hyrë në të mund ta ndot atë. Përkundrazi janë ato gjëra që dalin prej tij që e ndotin. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Më pas, kur ai u kthye në shtëpi, larg turmës, dishepujt e vet e pyetën për kuptimin e shëmbëltyres. Dhe ai u tha atyre: Edhe ju qenë keni kaq të pamend? A nuk e kuptoni se çdo gjë që hyn nga jashtë njeriu nuk mund ta ndot atë, sepse nuk i hyn në zemër, por në bark, dhe pastaj jashtëqitet në gjiriz, duke pastruar gjithë ushqimet? Tha akoma: ajo që del nga njeriu e bën atë të ndotur, sepse nga brenda, domethënë nga zemra e njeriu, dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, vjedhjet, lakmit, ligësit, mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, marrëzia. Gjithë këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe e ndotin njeriu. Pastaj u nis që andej dhe shkoi në krahinën e Tiros dhe të Sidonit. Hyri në një shtëpi dhe donte që askush të mos e dinte, por nuk mundi të qëndrojë i fshehur. Në fakt një grua, vajza e së cilës kishte një frymë të ndyrë, duke dëgjuar për Jezusin, erdhi dhe ra para këmbëve të tij. Por ajo grua ishte greke, me prejardhje sirofenikase, dhe ju lut që ta dëbonte demonin nga e bija. Por Jezusi i tha: Lëri më parë fëmijët të ngopen, sepse nuk është mirë të merret buka e fëmijëve e të hidhet këlyshve të qenve. Por ajo u përgjigj dhe i tha: Po Zot, se edhe këlyshët në ndroez han thërrimet e fëmijëve. Atëherë ai i tha: Për këtë fjalë, shko, demoni doli nga vajza jote. Dhe ajo kur u kthye në shtëpinë e vet, e gjeti të bien të shtrirë në shtrat dhe demoni i kishte dalë. Mbasi u nis përsëri nga krahina e Tiros dhe e Sidonit, Jezusi arriti te deti i Galiles në mes të krahinës së Dekapolis. Dhe i paraqitën një të shurdhër që mezi fliste, dhe u lutën t'i vërë duart mbi të. Si e mori veçmas, larg turmës, ja pshtiu gishtërinë e vet në vesh
dhe mbasi e përshtyu ja preku gjuhën. Pastaj I drejtoi syt nga qielli, psheretiu dhe I tha: Efatha, që do të thotë hapu. Dhe me njëherë ati ju hapën veshët, ju zgjidh nyja e gjuhës dhe foli rrjedhshëm. Dhe Jezusi I urdhëroi ata të mos I tregojnë askujt, por sa më tepër u andalonte, aq më tepër ata e përhapnin. Dhe të habitur shumë thoshin: Ai çdo gjë e ka bërë mirë. Ai bën edhe të shurdhët të dëgjojnë, edhe me mecët të flasin.